Në radhë parë termi islamik nuk ekziston askund në gjuhën fetare. E dyta, ti thua muslimani pin raki, islamiku nuk pin. Po ku është kjo gjë më? Amon se po ktheheshim gjithë musliman. Si e gjykoni ju, të nderuar pjesëmarrës, që Hoxha Ahmet Kalaja ka makinë Lamborghini, kupton ti çfarë bëhet o vëllai? Keni një moment caktuar, një goditje caktuar që, ore, jam apo s'jam, kjo tregon se besimi yt është shumë i fortifikuar. Dalet na shpi. Kam marrë licencën e ndërmjetësimit në Ministrinë e Drejtësisë. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Kinotek në Sol. Ju mi që na dëgjoni nga radiot e makinave tuaja, ju që na ndiqni në YouTube apo kudo tjetër. Uroj që keni kaluar sa më mirë, keni pasur javë të këndshme deri më tani. Unë jam si gjithmonë me Egon Lolin. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur, edhe një vit të mbar gjithashtu, është. Vit të mbar. Vit të mbar, po i keni ngrënë gjitha ato përsheshin gjelin apo keni lënë gjë akoma në frigorifer? Ka ndonjë shans apo jo? Mua më kam vetur përsheshja akoma, e kam marrë nga frigoriferi i mamit, e kam transportuar tek imi, edhe do ta ha besoj deri kur të përfundoj. Nuk ka ndjesi më të mirë mos se sa të hash këto ç'a mbeten nga nata e ndrimit viteve, sepse atë natë ti je nostalgjike, emocionale, melankolike dhe nuk është se ke shumë oreks për të ngrënë, kupton? Kështu që për ta nisur vitin mbar edhe me ca kile ekstra konsumoja. Është vërtet, është mirë, ne kemi vendosur përfundimisht që ta nisim vitin mbar edhe kjo pema që ka rënë këtu. Ajo simbolizon fillimin e një viti të mbar. Po, për ta nisur vitin mbar, tamam mbar, ne kemi një personazh shumë të veçantë sot në studio, këtu me një personazh shumë të dashur nga publiku shqiptar, them publiku shqiptar dhe jo vetëm po them komuniteti i besimtarëve, sepse është një personazh i cili del përtej komunitetit të besimtarëve, është një personazh jashtëzakonisht i mediatizuar, mesazhet e tij shpërndahen gjerësisht në media, në rrjetet sociale dhe ka një impakt të madh në opinionin publik. Kemi nderin që të kemi me ne sonte këtu në studio Hoxha Ahmet Kalaja. Përshëndetje, faleminderit që jemi së bashku. Mirë se na erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Egoni ka plotësisht të drejtë kur e thotë që ju njerëzit ju duan shumë, edhe unë këtë e vërtetova vetëm përpara pak kohësh, teksa ishim në një aktivitet të përbashkët, në një event përbashkët, dhe në përfundim të aktivitetit, pas se si njerëzit afroheshin dhe donin të bënin foto me ju, donin t'ju përshëndesnin, donin qoftë edhe t'ju pyesnin për një këshill, për një orientim, për një udhëzim. A u ngro zemrën kjo, a keni marrë në këtë jetë atë që keni dashur? Atë drejtën t'ju shërbesh njerëzve, t'jep një lloj kënaqësie, t'jep një lloj lumturie. Nganjëherë bëhet bezdi kur nuk e ke mision. Do kur ke punuar për këtë ditë që të arrish deri në këtë farfazë të kthehet në lodhje. Faktikisht unë nuk kam punuar për këtë gjë. Do të thonë nuk është se kam pas synim apo qëllim që nesër pas nesër të jem dikush kudo që të shkoj të më bëjnë foto apo të më ndalojnë. Nuk e kam pas qëllim. E si pasojë nuk më bën, do të thonë nuk është se më jep në një goditje shqetësimi, po edhe në një wow shumë të madh nuk më bën, më shpër normale, domethënë. Po normalisht njeriu ndihet mirë. Njeriu ndihet mirë kur njerëzit e duan fort, kur njerëzit afrohen, sidomos kur vin me qana e hall në siklet, domethënë. Ti ndonjëherë je në aktivitet siç ishim bashkë, ai thoshte për shembull dëgjoj se un kam këtë problemin e ku dëgjon etj etj. Pra është interesante, është ndjesie e mirë, është ndjesie e mirë. Se nuk e di, vështirë është të duan njerëzit sot, se për mënyra të tjera se si ndihen afër teje ka plot. E vërtetë, po shikoj, ne gazetarëve për shembull ndonjëherë ndodh që ky kontakti i shpeshtë me njerëzit që kemi për shkak të punës që duhet i kontaktojmë, t'i ftojmë, t'i mbajmë me gajret, t'u japim ndonjë kafe, pavarësisht se si ndihemi, se mund të jemi shumë të lodhur, po jemi detyruar t'i mbajmë muhabet dhe t'i japim kafe, na lodh. Po pra, na kthehet në një proces ndonjëherë edhe të lodhshëm, ndërsa për Hoxhën nuk duket kështu, duket sikur e shijon atë kontaktin me njerëzit. E vërtet. Domethënë ndihem shumë mirë, edhe më bën një pikë forcë për më tutje, për të vazhduar, domethënë. E vërtet. Ne në fakt, të paktën unë, po besoj edhe ti Viola, kemi shumë dëshirë që ta njohim Hoxha Ahmet Kalajan sot përtej, po themi misionit, po them detyra, po them tamam, misionit të tij si Hoxh, si imam,
aspektin njerëzor, po edhe fillimet, po edhe futja në rrugën e besimit dhe në rrugën e imamit edhe të hoxhës. Ti e di shumë Gon që mua më pëlqen fëmijëria. Dua gjithmonë ta nis me njerëzit kur i njoh nga fëmijëria sepse mendoj ajo është një pjesë përcaktuese e jetës. Si ka qenë fëmijëria juaj, hoxh? Faktikisht, domethënë, unë jam rritur në fshatin tu janë, që është këtu afër, po. Kam qenë tip që kam lexuar shumë, nuk kam qenë shumë i dhënë mbas asaj që bëshin, domethënë shokët e mi, domethënë lojrat ose gjuetia për mëllenja, kështu gjërash. Kam qenë shumë pjesa e leximit, kam qenë shumë i dhënë mbas leximit. Ju që jeni rritur në fshat i keni pas edhe Viola në fshat është rritur apo jo? I keni pas ka mundësi se unë se di fare ç'është gjuetia e mëllenjave për shembull, se kam ide. Ja, kujtova se the për librat. Faktikisht librat, ose librat. Unë ato doja të pyesja si siguronit librat. Unë vija dhe se mëllenja ka plot po. Shisja me babai shiste domethënë vitën pazar, si më thon, me qira nga fshati. Edhe kur teprojte ndaj lek ose mi bëjte ndaj thurat, domethënë me rastin se shërbesha diçka, domethënë, edhe unë ato lek kisha blesha ndaj libër, domethënë isha shumë i dhënë mas novelave, se novelat ishin përshtatshme për moshën time, domethënë, ose tregimet ose vjershat, edhe kështu domethënë kam qenë tip që lexoja. Libri i parë fare, mbani mend cili ka qenë? Nuk e mbaj mend, po kam qenë i abonuar në atë kohë në revistën Horizonti. Ka qenë një revistë, domethënë, që ka qenë për adoleshentë, diçka e tillë. Bëhet fjalë në fillim të viteve kam përshtypjen. Bëhet fjalë 80 e sa. Po mos kishte ndruar akoma sistemi. S'kishte ndruar akoma sistemi. Hershëm sistemi, po. Domethënë unë kur kam mbaruar klasën e 8, atëherë ishte sistemi në rënje, pastaj fillova shkollën e mesme. Vazhdova këtu në Tiranë, vazhdova gjimnaz, pastaj lash gjimnazin dhe shkova tek medreseja. Medreseja atëherë ka qenë tek pazari i ri, tek xhamia e Kokonozit. Tek xhamia e Kokonozit, po. Disa magazinat e vajit. Po. Ato pastaj mori komuniteti musliman i bëri medrese, bëri ja 10 klasa. Aty pastaj vazhdova. Një sekondë, nuk ka qenë medreseja këtu ku është? Jo. Ka qenë tek pazari i ri. Dukemi që jemi jabanxhin, more Gon, Jemi jabanxhin, kemi një Tiranës. Kështu do të thënë, po faktikisht ka një origjinë, se me që keni thjesht të dini origjinën e situatës. Normalisht në familje mami, domethënë, agjeronte këto nete mira ose Ramazanin, ato hallat ija, pra mami i babit. Edhe ka pas nga krahu i mamit gjyshi ka qenë myezin, pra ka pas tritë zanin pas se prisha i feja. Edhe ka qenë një si far fryme në të njëjtën kohë nga babai domethënë kishte mbaruar shkollën e natës për marksizëm leninizëm. Po, ishte në linjë. Bile tregonte baba më vonë, na mlodhi tata gjyshi, edhe kishte thonë çunave, disi është puna, punët kanë ndryshuar. Njëri nga ju duhet bëhet komunist, që të na shpëtojë neve të tjerëve. Po sinqerisht se tata ka pas 10 fëmijë, 5 çuna, 5 gota. I ndau detyrë. Po, është e vërtet. Edhe tani kush do të merrte detyrën këtë gjë. Baba, zoti më shëroft, sa është bërë për rahmet. Baba tha unë kam më për taci. Tash o tatë bëjmë këtë punë. Edhe caktun Ilmin babën, që ti ishte ky domethënë. Edhe ja pa hajrin baba, sa ishte në atë kohë, domethënë se ka qenë gjithmonë kryetar këshilli, ka qenë brigadier, ka qenë auton, gjithmonë post drejtues baba, i shkojte për atë për tipin e tij domethënë. Edhe unë pastaj vazhdova gjimnazin, pasi ra sistemi, vazhdova gjimnazin. Mirë po ishin ato pyetjet e moshës që ishin, domethënë vazhdimisht kur vija nga shkolla, mendojsha një llogari nuk më dilte, shkurt. Por deri në këtë moment, librat që kishe lexuar atë, domethënë siç ka qenë koha, s'ka pas atëherë. Nuk lidheshin me fen. Jo, s'kishte. Nuk e pas ndonjë indicie fetare deri në këtë moment, po them. Përveç asaj që thash. Po, përveç mami, ija, hallat, tezet që mbajshin këto. Se si e merrshin vesh për shkak që duhet ta agjëruar, kjo pastaj ka qenë enigmë vetë. Vërtet? Se duhet të ketë kalendar, muaj Ramazani. Pas në atë kohë, si merrej vesh? Si merrej? Ka qenë kështu. O xhallarët që ishin gjallë, ato që kishin mbet, domethënë, estin me kalendar. Si është historia e kalendarit? Lëvizshin çdo vit 10 ditë, se kështu faktikisht lëviz kalendari islamik. Kalendari honor, po. A çfarë bëshin ata për shkak? Në 67-ën u mbyll, po. Çfarë muaj u mbyll?
me 10 mars. Atëherë vitin tjetër 1 mars, vitin tjetër 20 shkurt. 10 ditë më pas. Tani këtë gjë e llogarisnin vetë ata. E llogarisnin në mendje. E lëvizshin çdo gjë, të gjitha datat, të gjitha festat i lëvizshin me 10 ditë. Me 10 ditë, po. Edhe ecë funksiononte mirë. Pastaj funksiononin edhe këto radiot arabe, Po. Radio Kairo, radiot arabe që dëgjoheshin nganjëherë. Po duhet dinin arabisht. Po, hoxhallarët hoxhallarët, po, Dhe hoxhallarët. ata njoftonin popullin dhe hapej lajmi, domethënë. E rëndësishme, unë nuk kam pas indicje. Pra nuk është se kam pas duhet besoj apo duhet shkoj për fe, jo. Mirë, po ishte kjo pyetja që për çfarë ekzistojmë, çfarë kuptimi ka jeta, domethënë. Domethënë çdo njeri zhvillon një cikël, pastaj vdes, pastaj vin fëmijët e tij një të gjë, pastaj nuk e domethënë kjo nuk po e shtyja dot, dhe i them një shokut tim. Ai shkonte në medrese, unë shkoja në gjimnaz, unë marrja vetëm për medrese, shkoja unë sepse kisha prirë, thoshte do të bëhesh o doktor, ose domethënë mësues, ose dëshira ime, ose gjykatës, ka qenë dëshira. Sa mirë që s'u bë asgjë. Pse mund të ishte i shkëlqyer? Gjykatës. Po thua në lidhje me sistemin, me problemet. Mirë, okay, dakord, po. A do e kaloj vettingun apo jo? Edhe i marrën, i thash ti shokut tim ditë, i thash o bashkimi, thash unë, a më jep thash ato libra do bërë ti shofi ato librat e tuaj. Po, thaj, mirë, më jep gjithë librat. Lexojnë aty lexoj për herë të parë krijimi, bota tjetër, ringjallja. Njeriu nuk ka kriju Zoti, e ku dëgjon etj. Të nesër do të dorëzoja librat unë bashkimit. Thashën ati maj dhe sot, maj më thaj, s'ka problem. I mbajta unë librat, fillova të lexoj terma që si kisha dëgjuar në i herë, gjëra që ishin kështu nga arabishtat pa përktyra, po mu kjo më të rishte më shumë. Edhe nga aty pastaj fillova të jap sipas asaj metodës time, thash, nuk është kështu me fjalë, edhe fillova pastaj të besoj. Pastaj fillova të shkoj në xhami. Tu futa i krymi. Ai virusi. Hera e parë kur keni shkuar në xhami. Çfarë ndjet? Si ishte? Hera parë që kam shkuar në xhami ka qenë xhamia e Shtishit, se unë nga Tujani, Shtishi është sa zbet nga Tujani. Pa shkun Tufin. Pa shkun Tufin, po është një xhami aty. Po, një xhami Tujanësh. Faktikisht çuni tezës time ose çunat e tezës shkojshin në xhami, kishin filluar ta shkojshin, dhe unë marr atyre fletas, ka pas libra, po ata merreshin me shkrim gjithçka. Edhe i marrën i shkruaj prej emocionit, prej qefit, i shkruaj çfarë kishin shkruar ato një fletore për një natë. Se unë nuk e kisha problem as shkrimin as leximin, domethënë isha i dhënë. Edhe do shkojshim në xhami. Kur shkojmë në xhami atë ditë, më mend si sot, unë s'disha, vetëm i kisha lexuar gjërat, për shembull siç themin rin këm rukuja sejdë, po nuk e disha se çfarë është kjo. Ata çunat atë ditë nuk erdhën, edhe do të shkojsha unë vetëm, i kisha ndarë mendjen. Edhe shkoj unë. Tashun po kapem në njonit aty afër. Edhe po e shoh çfarë po bën ai, po bëj unë sa t'ja marr dorën. Edhe ka qenë fort fare, në një moment ai shkreti për qejf vetë krun kokën. Edhe i fosi kryt me kokën, se me nova se është prej rritit. Se ka në lidhje me fen. Po faktikisht aty ke fletore, nuk më kujtoj të që kishte kryetje kokë kunda, po nejse. Marrun pastaj majti ai hoxhdulla, ka qenë hoxhdulla i Tufinës, majti hutme atë ligjat në xhumas, e mora me shumë zemër situatën dhe pastaj duke shku, pastaj lash gjimnazin. Okej. Shkove me Si e pritën prindrit? Babi faktikisht nuk e priti mirë. Mami u knaq, se mami vinte nga një baba që ish muezin, domethënë. Babi tha, jo, tha mos e lër shkollën, tha, po ato ëndrat e tua, dëshirat e tua. Ka qenë hera e parë që unë, domethënë, e kundërshtoj babën. Nuk kam pas shkuar shumë mirë, ua bësha gjithmonë qefin kështu. Tash babu nuk kam vendos se këtu e gjej veten. Mirë, ta bëj çfarë dush. Pastaj babi më mori mësolli tek medreseja, takum një profesor të medreses Ismet Toncica. Ai kishte qenë mësues në Surrel, shok i ngushtë i gjyshit tim, sepse medresantët që dolën nga domethënë ishin të vetmit njerëz që kishin shumë njohurinë mbi të gjitha shkencat, çfarë bëri sistemi, nuk ju bëri gjë, po i mori i futi mësues në shkolla. Dhe Ismetin e çoi në Surrel. Ismeti kur shkon në Surrel pyet kush falet këtu, i thon për gjyshin ton se Fertroksi. Edhe ai bëhet shok me të. Kur shkojnë me babin tek Ismeti burr 2 metra burr me cigare kështu. A merr çon ç'a do ti? Tash ka marrë më regjistru shkollë. A tha ka ndryshu punën, tha tani, tha, po ti nga je? Nga Tojani.
E kush ka dal nga tujoni Mërçun Hoxh? Si Ismeti, zotin Shiraf. Edhe tha babi thot gjatë ose kemi lidhje bashkë, i tha Ismetit. Çfarë lidhje tha? Tha ky është Nip Surreli. E Nipi kujt jeti Mërçun? Thash Nipi Sefer Troksi, çfarë thuti? Kështu fiks. Për qafoj kështu. Po ka i problem tha këtë vit, se këtë vit tha e kemi mesatare. Pra vitin e parë i kishin pranuar nxënësit pa mesatare, se ishte viti i parë. Ky ishte viti i dytë i medreses. Sa duhet mesatare? Tha 8 e larta. Unë thasha kam 9.8. I kisha mesatare. Se isha e garantove. E garantova, u vuta, pastaj më tha Ismeti, gjota, se ishim maj. Tha deri në shtator ta ke 3 muaj kohë. Tha, hajde tha, të mësoj arabishten. Edhe fillova me Ismetin në arabisht. A ti fillove të mësoj edhe arabisht? Edhe arabishtin, domethënë shkrimin dhe leximin, me fjalë. Pastaj kur erdhi shtatori, besoj se ti arabishtin tani e di më mirë se shqipen. Apo jo, nuk jo më mirë, po e di mirë 8 vjet domethënë. 8 vjet në botë. Po shiko, është e vështirë kur e mëson? Nuk është, domethënë gjuha arabe ka 28 shkronja, ka 3 kohë, ka vetëm 3 zanore, ka 3 rasa. Okej. Pra nuk është në gjuhë shumë për atë që i futet domethënë, edhe po të kesh pak dëshirë normalisht, po nuk është gjuhë si të shkruhet, lexohet. Njësoj si shqiptarë, siç e shkruan ashtu e lexon. Vetëm se është nga e djathta në të majt. Se kjo e bën pak të komplikuar. Jo, nuk e bën komplikuar se mësohesh, domethënë ja mëson rendin edhe nuk bën përshtypje. Si ti japësh makinës me timon anglisht. Po, fiks. Shikon, ti kishe mesatare të lartë, besoj e mbajtet mesataren e lartë. E mbajta mesataren, po. Dhe ti mund të shkoj, se aty mësoj edhe shkencë, patjetër. Po medreseja ka pas gjitha. Matematik, fizik. Ishte si gjimnazi, po kishte plus lëndë fetare. Dhe ti mund të shkoje për çfarë do doje, në kuptimin. Po mbas medreses mund shkoje për çfarë doje. Ç'a mund të ishe bërë ti, nëse nuk do ishe bërë, nuk ishe vazhduar studim? Thashun që ëndra ime ka qenë për mjek ose për mësues. Për profesor, për dhënë mësim, ose gjykatës, këta kam pas ëndër. Si do ishe si mësues sot me këtë brez të rinj që po rriten? Unë jap mësim sot, është shumë e vështirë, me thonë drejtën. Për një mësues është e vështirë, sepse mendoj se kanë liberalizuar shumë këtë të drejtën e nxënësit, edhe shumë e vështirë për ta mbajtur klasën. Shumë e vështirë. Unë besoj që ti e ke aftësinë që ta mbash klasën. Kam aftësinë. E ke pedagogjinë, Po, i përdor të gjitha metodikat. Po flas. I hyn nxënës studentit, i hyn psikologji, e psikologjisë mirë kam. Po, ma flas për një mësues, domethënë, i cili sidomos kur është në fillimet e veta, e ka të vështirë. Sepse vetëm një nxënës krijoi lojën, ta prish të gjithën. Absolutisht, po. Dhe ti gradualisht humb autoritetin, humb rolin tënd si mësues, bie si institucion. Të del vetja nga qefi. Po. Të del vetja nga qefi. Ndërsa në kohën tonë, me thënë drejtën, pavarësisht sistemit, ama mësuesi ishte autoritar, mësuesi ishte gjithçka. 26 vjeç jam unë, po ama njësoj ka ndodhur edhe me brezin tim. Pra mësuesi ishte vërtet gjithçka. Kur hynte në klasë, nuk pipëtinte miza. Sepse donin ta respektonin, jo për kishte momente të caktuara që një mësues le të themi abuzonte me pozicionin e tij, po ishin shumë të rralla këto raste në krahasim me se si funksiononte gjëja. Pastaj nxënësit më të mirë le të themi të medreseve të Shqipërisë i përzgjodhen, patëm një kamping veror 3 mujor dhe na çuan në Siri. Në Siri. Bëhet fjalë për vitin 93, 97, po. 4 vjet. Pastaj nga Siria u pranova në Universitetin Islamik të Medinas. Po një sekond, në Siri ishte ky 3 vjeçari ç'a ishte? 4 vjet. 4 vjet ishte. Vazhdim asaj që lam këtu, bëm arabishtën dhe plotësuam. Pra, studentët më të mirët shkuan. Ishte universitet. Jo, shkollë mesme. Ishte shkollë mesme, sepse këtu bëra 2 vjet. E kuptoj. Dhe pastaj bëm një vit gjuhë, pastaj nxënësit më të mirë, atëherë faktikisht në Siri kemi kujtime shumë të mira, shumë popull babaxhan. Dua të pyes pak realisht për Sirinë. Sistemi ishte komunist, domethënë sistem totalitar. I Asadit dhe i babai i tij. Hafez al-Asadit. Domethënë nuk kishte liri fjalë, nuk kishte. Nëse ne ndonjëherë si evropian bëshim në shaka në klasë, ata thoshin mos se domethënë na mbyllet shkolla. Shaka për shembull një fjalë ndaj pushtetit ose ndaj pakënaqësi për shembull ta shprehje. S'bëhesh fjalë. Ju ndiheshit që ishte edhe nga që ishit të huaj dhe thonit hajt se kush po merret me ne domun. Kush po merret me ne. Po jo, merresh. Nuk ishte ashtu. Në fakt ju duhet ta dini të mirë se vinit nga Shqipëria e kishit jetuar. Njeriu ka problematik, njeriu harron shumë shpejt.
Ne me të vërtet vishim nga një sistem që ishte më keq se ai, po njeriu harron. Është dëshira e njeriu për të harruar apo është thjesht Është natyra? Është natyra e njeriu të tillë. Do thotë kur njeriu kalon një fazë, po. Për këtë arsye kam paston të moshmit, ngado që të vish Mos harro nga i ke rënë. Mos harro nga ka ardhur. Disa të shërben ajo që ti të kuptosh, do thonë të kaluarën tënde në mënyrë që kur has në njerëz me të njëjtat le të themi situacione, u kupton hallin, u kupton sikletin. Pra mos flasësh me njerëz nga lart, po përshtatesh me hallin e tyre, me sikletin e tyre. Jetuam atje 4 vjet. Siria duhet të jetë interesante nga pikpamja e popullit, po edhe kulturës. Edhe kulturës e të bashkëjetesës ndërfetare. Po, absolutisht. Siria është një shtet musliman patjetër, por kam përshtypjen që ka edhe të krishterët ndër më të vjetrit. Po, madje ka atje sekte të krishtera, të cilat domethënë vonë janë azhurnuar në le të themi në kupolën e kishës katolike apo në kupolën e kishës ortodokse. Kanë qenë siç kanë qenë në atë kohë, kanë vazhduar me atë vetën, po. Madje për gjërave më interesante që ka Siria, është një fshat në Siri që flet gjuhën aramaike. Aramaike, gjuhën e Jezu Krishtit. Gjuhën e Jezu Krishtit, po. I vetmi fshat në botë. Okej. Aramaishtja është gjuha që ka folur Jezu Krishti. Gjuha nga vin arabishtja dhe hebraishtja. Po, ajo është origjina dhe arabishtës dhe hebraishtës. Shumë interesant, një fshat vetëm. Mendoja se ishte gjuhë e zhdukur. Jo, është një fshat në Siri. Që e flet aramaisht. Është vetëm një fshat, atëherë problemi është që jo, është një fshat goxha i madh, plus që shteti i ka të gjitha le të themi kurrikulat në gjuhën aramaishte. Okej, në mënyrë që ta ruaj. Vërtet? Po. Në atë kohë bëjmë fjalë. Edhe sot e kësaj dite, po, kam ndjekur domethënë dokumentarët, sepse që atë herë e dishim edhe vazhdon në një linjë. Interesante. Ama si popull, nuk ka popull më bujar, popull më të butë, popull më të dashur, sidomos kur merreshim vesh për shkak që ne jemi të huaj, kemi ardhur për kërkimin e diturisë. Shiko, ata nuk është se kishin shumë mirë qenie, po përpiqeshin atë që kishin. E di pse të pyes për Sirinë, se do të pyes edhe për Arabinë Saudite, sepse ne jemi më shumë po themi të orientuar edhe për shkak të ndikimit mediatik, edhe për shkak të po themi projekteve politike nga perëndimi dhe perëndimin e njohim deri diku edhe për shkak të emigrimit, ëh. Po, dhe lindja edhe interesat tona kanë qenë më shumë nga krahu i perëndimit, domethënë. Patjetër. Dhe lindja na duket pak egzotike, pak e mistershme. E largët shumë nga realiteti jonë. E largët në kuptimin e panjohur. Se larg nuk është shumë. Jo, nuk është shumë e larg, njësoj është largësia, po. Jo, nuk flas për largësi gjeografike. Dhe prandaj kjo ngjall goxha interes, po them, pjesa e lindja, duke nisur që nga lindja e mesme, flasim, që nga Levanti, ku është Siria, Libani, Izraeli, Palestina, po them. Dhe pasi duke vazhduar me vendet e Gjirit. Dhe ti e kishe, po them, pati një shok kulturor, po them, apo jo? Përshtateshin shumë me ne. Do të thonë më shumë ishte kënaqësia, më shumë ishte mirësia që mbizotëronte se sa një shok. Se nuk është se atje mahniteshe se kishte shumë fe, apo mahniteshe se kishte shumë materializëm. Do të thonë ne shkuam nga Shqipëria në Siri, do të thonë nuk është se kishte ndonjë wow, nga të dyja krahët, aty ishte, edhe do të thonë thjesht mirësia, do të thonë njerëz të mirë, shkurtësapi, vendi bekuar. Po ne shqiptarët si jemi si popull, se u ndalëm tek Siria dhe thamë që është popull shumë i mirë, shumë bujar, shumë i dashur. Ne po flasim pas shqiptarëve gjithmonë. Mas shqiptarëve. Se ne bujarin, mikpritjen i kemi fjalët identifikuese të kulturës tonë. Jo se themi ne se jemi shqiptarë, po jemi me të drejtë. Jemi vërtet. Ne për shqiptarët mendojmë vetëm 2 probleme. Okej. Problemi i parë janë besytnit, i kemi ekstrem të zhvilluara, besytnit, dhe e dyta, kemi pak atë smundjen e krahasimit. Po, na pëlqen krahasojmë. Shikon, edhe kur Jo, kam për qëllim kështu zilia këto gjëra, si e bëre kështu. Suksesin e tij nuk e kemi fort qejf, po jemi pozitiv. Po, e rëndësishme është të jemi pozitiv. Ju përmendët besytnit edhe unë do të ndaleshim pak. Cilat janë besytnit më absurde që ju keni dëgjuar, disa që mund t'ju vinë në mendje tani? Kemi aq shumë, sa që kam thënë këto emisionet e mia pyetje përgjigje. Do të bëjmë një libër. Bravo. Ne do të bëjmë një libër dhe do të fitojmë çmim. Nuk kam
Domethënë, unë mendoj se kanë mbaruar dhe do të ketë pyetje të tjera, është e pamundur që në një pyetje përgjigje mos t'i kem minimalisht 5 ose 6 gjëra të reja Të reja që s'kam dëgjuar. Ne të gjithë i kemi mbartura nga familja, për shembull, mos merr kripën kur largohesh nga një shtëpi. Jo thojnë natën, jo ujë të ngrohtë natën. Mos sidh ujin, macja e zezë, pasqyra e thyer, apo pasqyra. Shumë. Ja 7 vite më ka ecë stairs. Tema pasqyrën pa dashje. Po ka domethënë, edhe kjo besoj se është se domethënë nuk është kaput ai zinxhiri dhe si pasojë domethënë çfarë janë mbajtur mend, ca gjëra janë thënë kështu si legjenda rurale. Po a nuk domethënë ku është problemi me këto? Në sensin që a nuk tregojnë këto për një farë lashtësie, se kam përshtypjen që këto janë edhe pjesë e një kulture të lashtë që trashëgohen, po them, ndër shekuj. Mund të jetë edhe kjo, po mund të jetë edhe njeriu në natyrën e tij e do gjën mistike. Është natyra e njeriu që është më interesante. Është më interesante. Dhe në momentin që thot dikush gjë se i ka ndodhur filanit kështu, mbaroi historia. Është vërtet, është fakt ajo pastaj nëse i ka ndodhur dikujt. Se me të vërtet mund të ketë ndodhur dikujt o burr rastësisht që ka ndodhur, që e ka kaluar macja zez, mas 50 metrash ka bërë aksident. Mbaroi historia, tani është ligj. Mbaj mund tani më kujtua, kemi qenë me motrën në makinë dhe mami që sheh macet zez. Ktheu në mbrapsht. Isha një herë në Itali. Isha një herë në Itali edhe për një vizitë diku, ishte miku jon, domethënë mik, shok vëlla musliman që i themi ne domethënë. Edhe ai kishte një fabrikë kështu. Edhe kur shkojmë ta kërkojmë, tha Meti kështu. Ama tham ke bërë një nder tha, që s'do ta harroj sa ti më gjallë shumë pse. Ora ta kur visha i pari ta këtu në fabrikë tha. Isha ajo besit mia që kur futesh i pari, nuk mund të dalësh më pa ardhur edhe një tjetër, nuk e di nga kishte ardhur kjo me fjalë. Pa hyrë dhe i dyti. Imagjino ti je i vetmi. S'del modi nga fabrika. Jo, dil në kom, po jo me makinë. Jo me makinë. Jo me makinë. E kur të ngjosh aty thosh që thoshe larg budallëve, futi tas llallë kështu, e kuptova të pa ardhur kjo si pyetje tek ti tha, unë e kuptova që edhe ky muhabet është edhe u qetësova. Është një çlirim psikologjik shumë i madh, që është e vërteta. Edhe trajtimi kështu, unë bëj karrierë trajtim shumë me batuta kështu, pa edhe kjo faktikisht jep një tensionon. Pra, bravo, do të thonë i bën njerëz me kuptuar kjo por si që ka muhabet e kotit. Fakt kjo ju ka dalluar në botën e madhe dhe të gjerë të internetit. Fakti që nuk është shumë tipike të shohësh një po, e vërtet. Faktikisht, domethënë misioni i Hoxhës është ta sjellë fen tek njerëzit. Dhe nuk është kusht ta sjellësh fen tek njerëzit me metoda, le të themi, klasike. Kjo lejohet sepse Zoti thotë në Kur'an, profet, tani ti e Hoxh dhe ke krijuar besim tek njerëzit. Edhe po nuk i përmend argumentet, fjala jote ka peshën e vet. Sidomos kur bëhet fjalë për gjëra që janë out fare, se nuk është punë për shembull se po të pyet dikush për diçka që nuk është e qartë, po të pyet dikush për një fenomen që është bërë është shumë i përhapur, po edhe shumë i pambështetur askund, edhe kjo batuta nganjëherë jep goditje më të fortë se sa një shpjegim i komplikuar të risht atë 10 minuta duke sqaruar që nuk ka lidhje pse kalon pula e zezë. Pse ta shpjegosh 10 minuta ndërkohë që mund të thush s'ka pas rrugë tjetër, prandaj ka kaluar aty për shembull. Jo, e vërtet madje ndikimi është aq i madh se që mua tani më kujtua ajo si përjetoni këto memet që po. Lema ato putje të kpusin. Por është memja më e fortë që shpërndar është ajo vdiq vjerri, dhe mbas një javë vdiq vjera. Dhe unë më erdhi instinktivisht, domethënë nuk është se e përgatita, thash hajde dhe do t'ipsha përgjigjen. Përgjigja asaj pyetje ka zgjat 5 minuta. Gjallë mbot se e ka dëgjuar njëri. Gjithë jo, më në fakt po më kujtohej një djalë i vogël që pyetet mbreti i Shqipërisë. Dhe ai që thot Ahmed Kala. Ja, po dikush është më e fortë ai kësaj, se Arditi e pyeti, mbreti i shqiptarëve Ahmed, ai shkreti. Kalaja, Arditi, bravo, jo, thë mos. Unë mendoj se më e forta ishte tek Arditi se sa tek çuni që gaboja. Po, vërtet, kur e ke dëgjuar për herë të parë ato, çka ke menduar? Ti kam vdek duke qesh.
Më thënë, duket sikur ndikimi është vërtet kaq i fortë, sa që një fëmijë ka qenë fort fare. Atë mund të më kenë çuar një 1000 veta. Që dëgjoj çik. Shiko, kjo do të thotë që strategjia jote e komunikimit në përgjithësi është e suksesshme. Që do të thotë që ti e ke kapur psikologjinë e popullit. Faktikisht njerëzit kështu e duan, me fjalë, tu japësh mesazhin, nuk ka problem se si e përçon mesazhin, e rëndësishme është ti të çosh mesazhin. Të shkojë mesazhi. Të shkojë mesazhi, po. E vërtet. Mirë, e lam tek Siria. Po. Pastaj shkove në Universitetin e Medinës. Medinës, po, juridik të Medinës, mbaruam, domethënë atë pastaj. Juridik. Po. Sheriat. Po. Pra u bëri gjyqtar. Po. Në një formë. U bëri gjyqtar. Po. Në një formë. Faktikisht e kemi praktikuar, arbitrim bëjmë shumë shpesh kur kanë probleme biznesi, probleme kompanish, që duan. Interesant. Jo, këtë se dija, nuk e dija këtë. Dalet na shpi. Kam marrë licencën e ndërmjetësimit në Ministrinë e Drejtësisë. Në vitin 2014 më duket, bëra një kurs që ishte i detyrueshëm, sepse shkolla më ndihmonte tek kjo pjesë si juridike, duhet bësh edhe një kurs ndërmjetësimi, mora atë licencën. Edhe shpesh edhe me ndonjë hoxh tjetër kur janë çështje të rënda që kanë bën me shumë të mëdha, nuk të e gjykoj vetëm, pra marr edhe ndonjë tjetër me vete që tjetër edhe unë të jem më i qetë shpirtërisht se nuk është e lehtë të gjykosh për shembull për 500.000 euro. Jo, çështje e madhe, nuk është. Kam pas një rast 2.100.000 euro. Ka qenë konflikti. Edhe është e vështirë që ti vetëm ta mbash gjithë barën, po them ti arbitrimit. Ke parasysh më mirë edhe shpesh kur ka diçka që është domethënë shumë të mëdha, marr edhe një ose dy tjerë me vete, edhe e trajtojmë bashkë, pa gjën palët, argumentat, kundërargumentat, debatet e tyre, pastaj dalim në vete dhe e analizojmë. Merret një vendim. Mendimi jonë është ky. Nëse doni tamam me rregull sipas Zotit, sa çfarë thotë edhe feja për këtë çështje, sepse feja faktikisht i trajton këto çështje. Çështjet e le të themi e marrëveshjeve, kontratave, mundësione të tjera. Dhe tani e drejta është këtu, pa si e zgjidhni ju, do ta merrni fjalën tonë apo jo, pastaj kjo është në ato tuaj. Mendoni që do i kishte thënë zgjidhje feja këtij ligjit të pronave në Shqipëri nga i cili burojnë problemet më të mëdha, proceset më të mëdha gjyqësore në Shqipëri janë pikërisht për ligjin e pronave. Po edhe shumë viktima. Shumë kollaj. Prona shkon tek i Zoti. Jo po e kanë zënë, se kanë zënë, du ta zgjidhë shteti këtë problem. Do ta zgjidhë shteti, nuk do të lesh ti njerëzit ta zgjidhin me njëri tjetrin. Po edhe pronarin, njeriu që e ka pronën e tij, ti ta marrë tjetri pas një lloj haku kur i thon, edhe kjo nuk është normale. Madje edhe vetë Evropa domethënë e ka paraqit si problem, një nga problemet që kemi ne domethënë në antarësimin e Evropës ka qenë problemi i ligjit 7551. Domethënë nuk është vetëm problem fetar ky muhabet, ky është problem le të themi edhe ligjor, edhe domethënë ka funksionuar gjëja mbrapsht. Reform demokratike. Enveri bëri reformën agrare, që a mori bejlerve, agallarve, kulakve, ja dha popullit. Këta bënd një të gjë, ja morën atyre që e kishin, deri në këtë datë, u a dhanë prap të tjerve. Do më thonë, konsiderohet, po ta masim kuptimin fetar është padrejtësi. Ai ligj ka qenë një nga padrejtësitë që është bërë këtij vendi. E si pasojë, trashëgohet pastaj. Mbartet. Normalisht se ai harami, për të thënë kështu, ai gjë jo halal, do gjë e marr padrejtësisht, do ta japi diku plasje në burr. Do të shpërthej diku. O vllai tjetri ngren duart të burr. I dhem shpirti për tokën e vet, valla për domethënë ka diçka këtu që nuk shkon. Apo jo? Ndaj dhe unë ju pyet ai që a do ta zgjidhte le të themi feja më mirë se sa ligji. Unë po them feja, po edhe ligji ishte bërë mirë, do të kishte bërë zgjidhje. Patjetër, ligji nuk është mirë se. Kupton. Në të kundërt do kishte gjetë zgjidhje, po. Kurioz jam tek çështja e ndërmjetësimit që ke marrë edhe licencën. Tani si ndërthuret, po themi, ligji islam me ligjin laik në punën tënde. Se dua ta kuptoj. Po, në çështjen e ndërmjetësimit nuk obligohesh që ti përmbahesh ligjit. Ti e ke marrë atë licencë edhe prej studimeve të tua, kam përshtypjen, për juridik, apo jo? Po, sigurisht. Ne te kursi që kemi bërë, kursin na ka bërë një profesor anglez. Po. Sepse na të kohë vishin nga Evropa për të mbajtur këto kurse të ndërmjetësimit. Dhe ne kemi marrë në një nga seancat tona që kemi bërë me të, nuk është kusht. Në seancat e ndërmjetësimit që ti përmbahesh ndonjë ligj apo kushtetute.
Nuk është kusht. E rëndësishme të shkosh në një zgjidhje të përbashkët që palët bien Po, dakord. nuk ka nevojë të përmendosh nene. Jo, as nenas mund t'i mbash kanonit, mund t'i mbash ligjit kanonit lek dugagjinit. Okej. Nuk flasim për çështje penale, ë? Po flasim për çështje Civile po. Civile, për çështje Mosmarrveshje. mosmarrveshje. E kuptoj. Jo, domethënë ka nevojë që ti përmbahesh Fare. Hiç, shif si bëhet. Ram Po dakord. sepse për shembull po ta them fetarisht ti nuk mund të biesh dakord të ndërmjet të zgjidhësh një konflikt mbi haram. Gjë për ata. Apo jo, se s'ka sens kjo gjë. Jo, s'ka dyshim, por unë pse jam ndërmjetësues? Jam ndërmjetësues se palët që vinë tek unë nuk duan ta zgjidhin vetëm se sipas metodikës islame gjën. Okej. Kështu që palët kanë rënë dakord në parim që çfarë thuash ti. Kështu Dhe në fund fare kur përpilohet kur përpilohet vendimi thuhet palët dakorduan e tjerë deri në fund dhe ne mbasi gjuam palët mendojmë se vendosëm se kjo çështje do të zgjidhet në këtë formë. Pastaj me me vul me firmë dhe baron. Ai me këtë letër mund shkoj direkt në hipotekë. Mund shkoj direkt në gjendje civile. Domethënë mund ta përdor ka fuqinë në shkallës parë. Po, ka fuqinë në shkallës parë. Po. Nëse ata pastaj nuk janë dakord me këtë, dikush thotë jo, valla pse e zgjidh me gjykatë. Thotë nuk jam dakord. Ka të drejtë Po, është e vërtetë. Sipas ligjit jepet e drejta që të mos ta pranojë të vazhdojë. Mirë, po tani është bërë me ligj. Domethënë do të futet në fuqi. Përpara se të shkosh në gjykim duhet ta bësh me ndërmjetësim. Që të kesh ndërmjetësim. Edhe kjo është e vërtetë kjo. Po, edhe do të ketë lehtësim shumë të madh kjo pjesë. Do lehtësoj gjykatat, se gjykatat po marrin me dosje pafund. Ne kemi harruar që njeriu është i ndërtuar mbi komunikimin edhe përpara se të marrë vendime ekstreme ka nevojë së pari të komunikojë. Konfliktet ndodhin nga mungesa e komunikimit. Plus që ka shumë gjëra që mund zgjedhen shumë shkuar pa ju fut avokatit e proceseve gjyqësore, prandaj është kjo çështje. Natyra njerëzore është hakmarrëse. Se natyra njerëzore është hakmarrëse, sepse njeriu, domethënë themi ne kur është krijuar, për herë të parë është krijuar nga balta dhe nga dheu. Dhe ka baltë dhe dhe që kur thahet shumë, bëhet shumë e ashpër. Dhe fillon të çahet. Bravo. Ka baltë dhe që mbetet e butë akoma, dhe kështu janë njerëzit. Ka njerëz që janë shumë kokfort dhe nuk tërhiqen fare nga e vetja, dhe ka njerëz që janë të butë në natyrën e tyre. Ata të butët janë të dobët apo jo? S'është, jo, nuk është thënë, nuk është domosdoshmëri. Ne mendojmë se ti je i butë do të thotë se do të shkelin me këmbë. Jo, nuk është vërtet. Ti je i butë, do të thotë funksionosh i qetë. Pra ti shohësh gjërat siç janë. Ndërsa kokfortësia dhe emocionit nuk të lejon që ti shohësh gjërat ashtu siç janë. Do t'i shohësh me pasion, do t'i shohësh me krah. Kurse kur je i butë, kur je i qetë, i sheh gjërat më mirë. Je më i favorizuar. Absolutisht po. Për këtë arsye thoshte ai, kemi pas mësuar kur ishim të vegjël, njëri kishte fituar 3 monedha ari, 3 naplona. Edhe kur po kthej rrugës thotë sa ke fituar, thotë rreth s'ke fituar gjë, i thotë. Po shko thotë tek filan plak. Prallë, edhe do të japi një gjë që do të duhet gjithë jetën. Në rëndësishme i plaku i kishte fjalët me parë. Për 3 fjali ky paguajti 3 naplonat. Dhe një nga fjalit ishte, thotë nëse ndodh diçka mëngjes, gjyko për të në darkë, nëse ndodh diçka në darkë, gjyko për të mëngjes. Faktikisht kjo është formulë për gjithë jetën faktikisht. Sepse shumica problematika është se ne ja japim zgjidhjen në moment. Në gjak nxehtësi. Në emocion. Dhe nuk ja lejojmë vetes që të rriqë herë, sepse do të kesh kohë me i menduar gjërat, me i pa gjërat dhe e vërtetë është. Ndalo për një moment, merr frym, logjikofto. Pastaj ne fetarisht e shpjegojmë edhe me prezencën e djallit në jetën e njeriu, që do thotë shejtani djallit, domethënë. Okej. E do konfliktin, e do armiqsinë. Për një gjë të vogël që mund të jetë asgjë, ta bëj të madh, ai ta bën të madh dhe ti domethënë ndërmerr një hap, e vrau tjetrin vetëm se i gërvishi makinën për shembull. Kupton ti? Domethënë kjo nuk ka asnjë lloj nuk ka gjë ku të kapet. Po çka ka ndodhur me fjalë? Ndodh që edhe shejtani djalli pra ka bërë punën e vet. E qartë. Jo se njeriu është i pafajshëm, jo. Njeriu siç shif qas gjithmonë gjuhën fetare. Patjetër. Në gjuhën fetare, shejtani me të vërtetë mund të ngacmojë mendërisht. Po kjo nuk justifikon që ti të reagosh siç të vjen mendimi. Pastaj këtu duket njeriu tamam, që edhe pse i vjen mendimi, vetë përmbahet. Prit thot.
Për ide se ta mendoj. Për këtë arsye tha profeti alayhis salatu wasalam, tha durimi është gjysma e besimit. Pra vetë përmbajtja. Se vetë përmbash nuk është e lehtë faktikisht. Jo, nuk është. Sidomos për natyrën tonë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Se jemi gjithë njerëz, Pasionant, funksionojmë me po. gjak, nerva, edhe. Nuk jemi prej hekuri kur themi. Si jemi prej hekuri. Ama po ta lësh pak më vonë situatën e kupton, madje ndoshta do të jesh ti ai që do të shkosh të kërkosh falje. Se ta kuptosh që ka qenë faji tek ti. Ju ka ndodhur ju vetë personalisht një moment ta keni humbur durimin? Po besoj se po. Shqiptare e më dhunë. Inshallah nuk ka qenë në diçka shpesh, po që mund të ketë ndodhur normalisht. Po ndoshta që ju ka çuar në një Ja. Thjesht mund të kem bërtet, thjesht mund të jem mërzit, thjesht mos ta kem përshëndet me personin fjalë, domethënë. Si jeni ju jashtë jetës publike, jashtë asaj që ne shohim, se marrim telefonin, hapim profilin Ahmet Kalaja edhe e shohim Hoxhën, po për te i kësaj. Ahmeti si bashkëshort, Ahmeti si baba, si vëlla. Ja, njeriu mundohet, domethënë të bëj më të mirën, pavarësisht se sa mund t'ja japi hakun gjërave. Si gjithë njerëzit domethënë me kuptimin thjesht, domethënë kemi atë pjesën fetare që lutemi, që falemi dhe normalisht edhe na orienton për gjërat në jetë, po në përgjithësi pastaj mundohemi të jemi prindër sa më të mirë, mundohemi të jemi në punë sa më korrekt, mundohemi domethënë. Hoxh, dua është vështirë që një thot për veten e vetë si është, duhet të thasi gruaja ime për shembull për mua. Ta marrim në telefon ta flas. Unë mund të bëj një bisedë në privat me gruan. Ajo mund më thoj gjithçka, po unë prap do vi të them fjalët më të mira këtu. Se bëjmë shaka. Sa e vështirë është që besimi dhe feja të jetë edhe pjesë e përditshme e jetës, në elementet më të thjesht, deri tek elementet që ne i bëjmë në mënyrë të pavetdijshme në jetën e përditshme, se janë ashtu automatik, po them ecën jeta. Të ndalësh në çdo detaj dhe unë mendoj se nuk i kam të ndara gjërat. Dhe këtë dua të kuptoj, këtë dua të kuptoj. Unë kam fe edhe këtë ardhin këtu ke ju sot. Po. Po në ç'kuptim, Sepse unë mendoj që po bëj një shërbim. Okej. Në momentin që bën një shërbim, ty Zoti shpërblen. Pra, çdo gjë thot një hadith profetik, fjalë profetike, çdo gjë varet nga qëllimi. Në momentin që ti e bën me qëllimin e mirë, edhe pse është shumë e rëndom, ti shpërblehesh për të. Kështu që mua çdo gjë që bëj, domethënë unë me mendjen time për këtë se po bëj diçka. Kështu që më kalon dita këndshëm dhe mirë. Pra, edhe kur pi kafe me dikë, më çan dikush hallin, isha në emision përpara jush. Po. Në 12 do të shkoj të bëj ca kështu pyetje të shkurta, do të dalem edhe nga dajti me dikë që kishte qejf bonte pyetje më. Pra unë e konsideroj kështu, e konsideroj shërbim. Dhe çdo shërbim me qëllimin e mirë shpërblehet. Kështu që nuk i kam ndarë, domethënë feja, jo, për mua nga mëngjesi kur zgjohem deri në darkët, gjitha për mua është në kornizën e besimit. Pra, unë e interpretoj në botën time si kornizë besimi. Pra, nuk kemi dy ndarje. Ahmet Kalaja, bashkëshort, apo Ahmet Kalaja në familje. Jo, unë jam një njeri i vetëm. Kështu duhet jemi të gjithë, po zakonisht ne vendosim ta maska njëra pas tjetrës. S'është kjo puna e maskave që thot Viola, që ne vendos ta bëjmë se tash do futesh në role sociale. Jo. Unë mendoj një nga mbas bekimit Zotit, një nga arsyet pse më ka dhënë Zoti sukses, ka qenë se unë kam qenë vetvetja kudo që jam ndodhur. Pra nuk jam munduar që tani jam hoxha, do të më shohin tani më njerëz, kështu që duhet të rish drejt, nuk duhet të krysh hunën, për shembull, po atëherë në të kryt huna vlla, nuk do të rish ke celulari se po të shohin një po ky më vlla dhe me njerëz tavolinë dhe shetsoj. Pra vlla, unë dua të jem vetvetja, dhe ato gjëra që më vijnë. Po. Kur bëj pyetje përgjigje, më vijnë kështu. Jo, aty është e sigurt. Ajo është e sigurt duket. Gjë nuk mund të provosh gjëra kaq të mira, po nuk je i natyrshëm. Po fillove me urujt mu pas këtë. Edhe dallohesh pastaj që impostohesh. Dhe njerëzit e kuptojnë që je fut në je fut në aktrim. Tani më lër të kuptoj diçka dhe këtë e kam shumë sinqert, realisht duhet të kuptoj. A ka pas një moment gjatë jetës tënde, duke nisur që nga medreseja, pastaj Siria, pastaj studimet për juridik në Medinë, edhe gjatë misionit tënd si hoxh, që je penduar për këtë rrugë?
Shiko, nuk dua ta them se mbase tingëllon pak e rënd, ke pas një moment rëndese. Mbase është pak e rënd, po ta them dyshime në besim. Ose kur ke thënë, po duhet kisha zgjedhur diçka tjetër. 100% kjo, ja ta them unë. Që ke thënë Jo, ne themi që djalli shejtani gjithmonë mundohet njeriu ta fusi në këto qorsokaqet, qorsokaqet e depulesës, rëndesës, po edhe pezmatimit për desh mu që bërë. domethënë Nuk ka ndodhur faktikisht, ama që njeriu të ketë momente që loz me të djalli, ka, absolutisht. Të Kjo është tilla normal. si nëse mund të sjellim disa Nga shembuj. ekstremi, ka zot apo s'ka zot. Nga ekstremi, vjen një moment që thot, ore, po sikur të jetë kot kjo punë gjithë. Ju besoni që ateistët janë në ndikimin e djallit? Jo, Ata që kanë dalë dhe janë deklaruar hapur? Jo, s'është e thënë, mund ta ketë për shkak se s'ka gjetë alternativë tjetër. Okej. Formimi, sidomos brezi, le të themi prindërve tanë, ai nuk e ka ishte djalli e kishte përpuluar në kurrikul arsimore atë shkollën e vet, s'kishte nevojë të vite djalli. Pra dua të them që ndodh. Bile unë do ta ilustroj me një ngjarje profetike. Vin disa njerëz, shokët e tij, të ngushton o profeti i Zotit. Thotë. Ore, thot, na vinë ca mendime në kokë. Shumë të rënda. Thot, qarë? Ore, nuk i themi dot. Aq të rënda. Profeti Alisa më qeshi. Tha, me të vërtet ndodh kjo? Kur thaj, me të vërtet ndodh kjo, këto tha na fiku pani. kush e di çfarë do na Çfarë thotë. do na thot? Tha, po, na vinë. A erdhën mua në ku tani s'kishte më dalje, po na vinë. Profeti tha, ky është argument se besimi ka arritur në kulmin e tij. Pra në momentin që ti keni një moment caktuar, një goditje caktuar që, ore, jam apo s'jam, kjo tregon se besimi yt është shumë i fortifikuar. Pra nuk është dobësi. Nuk është dobësi të kesh pra të kesh momente dyshimi. Pse jo? Nuk është dobësi valla. Kjo do të thotë që ti funksionon si njeri. Nuk je i programuar, fut programin aty edhe funksionon vetëm kështu. Është normal. Sepse unë mendoj që, pra, duke u nis nga ky hadith, unë them që këto lloj gjëra që mund të vinë edhe mua në kokë, janë shenja shëndeti. Okej. Nuk janë shenja problematike. Pra dyshimi është shenjë shëndeti, po themi. Absolutisht po. Sepse ndoshta mund të ishte problem nëse i ke gjitha të qarta. Nga dyshimi fillova besimin tim. Nga dyshimi arrita në besim. Po, sepse pyetja që kishe në atë kohë ishte kush jemi ne, pse jemi krijuar. Për çfarë ekzistojmë? Dhe ndoshta mund të jetë problem nëse ti mendon që i ke të gjitha të qarta. I di të gjitha, i ke të qarta. Kjo është problem tjetër pastaj. Ndale një sekondë vëlla, se ku jeton ti? A si funksionon apo? Jo më po është dikush tjetër që i di të gjitha. Okej. I di të gjitha. Ani pyetja ime është, po i rikthehem kohës kur ju ishit adoleshent, me këtë pikpyetjen e madhe. Pse jemi ne këtu? Pse ndodh ky cikël? Lind, rritesh, vdes, lind, rritesh, vdes. Edhe gjithë kështu. Gjithë brezat kështu. Sot, cila është përgjigja që ju keni për këtë pyetje që në atë kohë i bënit vetë tuaj? Unë gjeta përgjigjen. Kjo ishte arsye pse unë vazhdova medresen, sepse e kuptova që ne kemi ardhur në këtë botë për një mision të caktuar, edhe këtij misioni do të vi fundi, edhe ne në fund fare do të japim provimin. E kemi bërë detyrën ashtu siç duhet apo jo. Pra unë besoj se njeriu në jetën e kësaj bote është në sprov, le të themi, me të mirat që i vinë dhe me irtësitë e jetës që i vinë, dhe mënyra se si ky do të reagojë, mënyra se si do të ketë raportin ndaj Zotit, do të i marrë në fund në botën tjetër, do të shpërblehet ose do të ndëshkohet. Ne jemi në provim. Ata që e kanë frikë botën e përtejme, mendoni që janë mëkatarët, janë njerëzit që kanë mëkatuar më shumë në këtë botë ose pra që kanë frikë gjykimin andej, po themi. Ata që kanë frikë gjykimin në botën tjetër janë më të mirët këtu. Mëkatarët janë ato që s'duan me ditë për botën tjetër. Se këtë njeriu frikë, stabilizohet. Kur s'ka frikë, çfarë t'i dali përpara. Që është e kundërta. Ama të besosh botën tjetër, nuk do thotë që njëri të jetojnë në fobi, të jetojnë frikë. Absolutisht. Domethënë, besimin në botën tjetër është frika nga e panjohura. Jo, besimin në botën tjetër do të thotë ti jesh më i ndërgjegjshëm, ti jesh më i kujdesshëm, ti macësh gjërat përpara se ti bësh, mos të hedhësh hapa që të pendohesh për atë që ke bërë. Mos të hysh tjetrit në hak, mos të bësh tjetrit pa drejtësi. Pra nuk është normativa e botës tjetër vetëm tek adhurimi i Zotit.
Normativa e botës tjetër ka edhe mënyrën se si e sjell me prindërit, mënyrën se si e sjell me bashortën, mënyrën se si e sjell me njerëzit, punës ai ke dhënë hakun. Unë gjithmonë e them, e kam thënë një herë një hutbë xhumaje, kam thënë, nuk është haram vetëm të hash mish derri apo të pish alkol. Haram është edhe kur vjen në punë, 5 minuta me vonesë dhe nuk tregon, edhe ikën 5 minuta para kohë dhe nuk tregon. Është njësoj si mishi i derrit. Pra edhe kjo pjesë që mund të duket kaq laike po themi, ë, në të folurën e përditshme. Pra, domethënë mendoj që domethënë besimin atë të përtejmen, unë mendoj që të bën më të mirë, të bën më të përgjegjshëm, të bën më të kujdesshëm, dhe jo ndoshta ai perceptimi që këta që besojnë botë tjetër rin kështu të friksuar, nuk reagojnë kur ju bëhet padrejtësi, se thotë se ta marr botë, jo më jo, kur bëhet padrejtësi, do t'i shkoj drejtës time deri në fund. Çfarë lidhje ka bota tjetër është muhabet tjetër, po në drejtën time do ta marr. Se ka qenë dhe ky koncepti që edhe ky është një element në fakt, do doja të ndaleshim pak këtu. Bota tjetër, shiko, pa dashur t'i futem krahasimeve midis besimeve të ndryshme fetare se nuk është momenti. Por ka mendime që nuk ka problem se çfarë ndodh në këtë botë, se do ta gjesh andej drejtësinë, mos e vrit mendjen. Ky është gabim, ky është gabim, Pse themi ne gjykata, pse themi ne drejta, pse themi ne detyrimet, pse themi ne duhet të përmbahesh marrëveshjes. Njeriu nuk duhet mjaftohet edhe sipas Islamit, vetëm me atje me ata e marr atje. Në Islam kjo nuk mos e vrit mendjen, se jo, absolutisht jo. Zoti çfarë thotë në Kur'an? Kur ti bëhet pa drejtësi ka të drejtë ta marrë hakun e tij. Kush fal, shpërblimin e ka më të madh. Kush fal, që te i kalon po themi. Pra, domethënë ne nuk e kemi parimin po mgjujtë me ikra, unë të kthej faqen tjetër, nuk e kemi. Islami po mgjujtë me ikra, o të dëgjoj unë ty në të njëjtin krah, me të njëjtin mas, o të fal. Po që të kthej krahun tjetër nuk funksionon në Islam. Se da marrë në botën tjetër, jo. O të fal fare, të më vëlla mgjujtë, ta kom bo Allah lec, vazhdo. Po që them gjujtë që këtë nga krahu tjetër nuk funksionon në Islam. O të fal, o marrë hakun tim. Okej. Që është e drejtë. Qartë. Është e drejtë. Tani, përpara se të kalojmë tek leximtari, me që do jemi tek librat, për te librave që lidhen me fen, ka le të themi autor, zhanre të tjera që ju i lexoni? Po, jo shumë i dhënë se nuk kam edhe më kohë, domethënë, po herë mbas here kur kam hapësirë me thënë drejtën e fare, domethënë drejtën e Zotit, se hoxha s'duhet rrej, më shumë tani lexoj librat që blejnë fëmijët. Me drejt Zotit, do thon drejtën, sepse nuk kam kohë vet. Edhe nuk është se përkushtohem shumë, sepse kohën kam shumë ngarkuar. Edhe unë ja jap librat babit tim, kështu që nuk e vën diskutim fare që. Pas kemi diçka të ngjashme. E pra, ndodh gjithmonë, kështu që e gon kur të rritet vajza jote, e bindur jam. Se do të lexosh do lexosh edhe ti libra që do blej. Do fillojmë nga e para abetaren, leximin, matematikën. Nuk po them edhe për abetaren, po them edhe për. Do të gjitha. Mos ta çaj poshtë. Jo, derisa. Jo, kjo është e vërtetë, po. Di çfarë është e vërtetë, do të thonë këto librat që kanë dalë tani metodika e re, kurrikula e re, për zotin ne nuk e kuptojmë më matematikën e këtyre klasës së parë. Është bërë kështu valla filozofi. Duhet të jetë ekspert i matematikës që ti kuptosh me bashkësime kështu, zoti i madh. Po se janë edhe brezat pak më ndryshe dhe ajo çfarë ndodh që duhet i përshtatemi kohës. Ne kemi pas më të thjeshta burr. Unë mendoj që kemi pas më të thjeshta. Ja, se besoj, s'ma merr mendja. Jo, për mua mendoj që tani është më mbase jam un gabim. Nuk e di. Se dim, nuk e dim. Ndoshta tani është më lehtë, po dobia është, mendoj unë, më pakët. Ndërsa atëherë ka qenë më vështirë, ama mbushesh me më shumë dije dhe informacion. Ndoshta është kjo. Ndoshta. Shkojmë tani tek sugjerimet nga leximtari edhe për këtë të mërkurë dhe pastaj do rikthehemi sepse kemi ende për të diskutuar e për të biseduar. Përshëndetje Kinoteka, sot dua të ndaj me ju 5 librat më të shitur të javës të leximtari. Dhe fillojmë me të parin Brezi i Ankthit. Vazhdojmë me Në qiell ka lumej nga Alif Shafak, Dielli në mërgim, Genesis, Inteligjenca artificiale, shpresa dhe mendja njerëzore, dhe i fundit është Shqiptarët nga lashtësia deri në ditët e sotme. Faleminderit.
Mirë, ja ku jemi rikthyer, përveç leximtarit që e falenderoj me sugjerimet e përjavshme të librave, duam të falenderojmë gjithashtu edhe Khorasan Bono dhe Kinema Cineplex. Jemi me Hoxha Ahmet Kalan, vazhdojmë Viola. Meqense ne e prekëm pak edhe në fillim pjesën Hoxh të mediatizimit edhe të mesazheve të tua të cilat bëhen virale, tmerrsisht virale, patjetër që duhet këtë pat edhe momente keq kuptimi. Normale. Të shpeshta besoj. Tani të shpesh ose të rradhën e thua ti? Jo, po ka pas, ka normal. Okay. Ka pas. Dhe mund ta gjesh veten në qendër të ndonjë stuhie mediatike kështu. Edhe mediatike, po edhe nga ana e njerëzve, të dërgoj të fort fare. Po kthesha një ditë nga Kosova dhe më merr në telefon një numër që nuk më ndajte gjatë gjithë rrugës. Po duke thonë përgjithës, po nesa hap telefon, pa hapa me voce. Për shef, kështu për Allah. Isha vetëm. Isha me çaçun në më. Po nga Kosova. Alo. Ora tha. Tur pjeshëm tha. Tashmë po pse më? Si tha, ke marrë mesazhin e nusës time, tha ti pse s'më gjon dhe muti çfarë them unë tha. Tani ajo shketa ka kujtuar se nusja e saj është ankuar për të, edhe unë kam lexuar mesazhin e nusës. Ajo kishte marrë këtë personale muhabetin, e kupton? Po thashëm në po çon ti mesazh tjetër tash. Ta lexoj edhe. Ta lexoj atë mesazhin tënd. Po, sa i takon, domethënë, po. Pas, domethënë dhe shkëputje problematike që domethënë komplet unë kam thënë diçka tjetër, ndërkohë që është vendosur në një kontekst tjetër. Ka pas situata të tilla, që më kanë vënë siklet me të drejtën, sepse në vite i natë unë kam folë për gjë tjetër, është në vesh diçka tjetër. Mund të na thuash në një rast? Nëse mund ta ndash me ne? Tani ndoshta e kam fjalën për shembull për ku diun, çështje edhe të natyrës publike. Jo, siç është kjo ajo muhabeti i vjerrit, vdiq vjera. Ka disa njerëz që kanë interpretuar shumë keq. Po. Se është shkëputur aty. Po, pse bëhet një për çka ka për çështu i ka asaj ka vdek vjerë dhe vjera, ai çuni kush e di si është ndjer pra personale situata kur ka dëgjuar që gruaja e tij ka bë pyetje për vjerën dhe për vjerën dhe hoxha qesha, kupton. Po mirë ti dëgjoj deri në fund, madje për këtë fiks jam detyruar të bëj një kështu status të madh. Videoja e plot, dëgjojeni jo njerëz se është shkëputur, edhe po ta shohësh origjinalin thamun. Edhe fata edhe pastaj tash më një herë, astagfirullah, se nuk e kisha për qëllim. Pra edhe unë e pash që ndoli kështu, kupton? Po kush të fal, nuk të falin sa. Nuk të fal, interneti sot nuk të fal. Po si se patjetër, komentet janë gjithmonë shumë pozitive, po ka edhe nga ato që po normal. Ja t'jap një shembull me që më pyete për shembull. Një çuni ditëve në xhami dhe kishte urus. Çe? Makina modeli fundit. Okay, urus. Urus. Edhe i themun tashun gjatë nda marrun këtë i tashun. Bëj xhiro. Edhe thash ti më filmoj tash ti çun. Edhe më filmon, edhe bëj çik gallatun, themun çfarë themi? Ajo makina portokalli. Po. Lamborghini Urus. Portokalli, po. Edhe themun kur i bëj makinë, themun duhet themi kështu. Edhe me këmbën e djathtë. Me këmbën e djathtë. O zoti. Çu bën nami, po hoç, po me çka këmbë mund të hym në makinë tjetër vetë. Leja atë është halal, s'ka problem, po ku i gjen parë ti më. Ne po vdesim për bukë këtu më. Edhe më ekstremi kësaj gjë shkoi dhe u bë emision vetëm për këtë punë në një nga televizionet. Nuk do të them. Unë gjej shpesh këtë. Emisioni ishte si e gjykoni ju, të nderuar pjesëmarrës, që Hoxha Ahmet Kalaj ka hyrë makinë Lamborghini, kupton ti çfarë bëhet tu vëllai? Për zotin ti a e shijove xhiron? Xhiron shirove po këtë jetësinë e këtyre muhabeteve me thënë e kam përjetuar. E ke përjetuar. Sepse nuk ishte qëllimi im. Qëllimi im ishte për qef, për gallat. O vlla, njëri jam edhe unë kam edhe unë dëshira në jetë. Kam qef edhe unë tipin Lamborghini. Jo, më vlla ti je hoxh. Ja, e shoh ngomar. Çka ka në gjë për mua sot? E shoh shpesh herë këtë gjë, në shumë komente. Po mi blini çantat shtrenjta, ne s'kemi bukë për të ngrënë. Sa ti ka ngel punën me fjalë. Bëni këtë, bëni atë. Pra, pse e krahasojmë jetën tonë me jetën e tjetrit? Dhe pse ja dëshirojmë tjetrit të... Ti dole të ka që ta shumë para... Zilia. Kemi ne të zhvilluar, tash krahasueshmërinë kemi ekstrem të zhvilluar. Sepse, ta them unë arsyeën, ne kemi ardhur nga një kohë që kemi vuajtur te kjo pjesa e materializmit. S'kemi pas.
Edhe në moment që dikush ka dhe ecën mirë, aktivizohet. Tek brezi i ri nuk është më kjo, ama kjo brezi moshës tonë e kemi akoma të zhvilluar. Shumë kalamajt tanë për shembull nuk e kanë më këtë gjën, nuk e kanë. Pse se nuk është si ju mungon gjë dhe jeta zhvillohet. Mirë, po ky brezi që ka ardhur, domethënë që është në le të themi mosha 35, 65 ose 40, 65 ka zhvilluar sepse ka ardhur në një sistem që Dhe kjo nuk e lë. edhe kemi çik parajgjykimin, kemi ne pak parajgjykimin, domethënë se ky që ka bërë këtë sigurisht që Pa pse më me punë ndershme bëre. Urusin. Shkruajti njëri çka kisha trajtuar një temë. Po a ke dalë më atë urusën të them unë. I them kështu. Dgjoj tash unë, ajo nuk ishte ime, po unë i pa për qejf. A u qetësove tani vlla pyetje. A u qetësove që s'ishte ime, u kënaqe tani. Po këto komentet negative nuk i përjetoni keq, i merrni me humor. Përveç kur ka ofendime kështu personale që Okej. të ofendojnë, po për pjesa tjetër pastaj merrem, unë kështu i them, për shkak thotë ju jeni arab, shifun emrin Isuf. Them po ti ke emrin arab, valla mos më fol. Jemi populli Nga njëri i po për shembull, pse flisni arabisht, ndërkohë që pyeti përgjigjesh gjithë shqip. Po pse flisni, po kur është arabisht e më valla. Sot i valla. Ska ditë shqip. Mendoj që këta në gjëra që nuk e prishin, domethënë atë Megjithatë panoramën. ka edhe momente kur ke përgjegjësinë e një mesazhi të rëndësishëm publik përpara xhamatit, që mund të lidhet se nuk e di me një moment politik, me një deklaratë të fortë publike, pra me gjëra që janë serioze. Po aty pastaj do të jesh serioz normalisht. Dhe mbi bazën më cila është rëndësia mbi të cilën ti përzgjedh mesazhet, po them ato, po i fus mesazhet serioze. Për shembull, mbaj mend përgjigjen që i ktheve Bemblushit. Aty nuk mund të bësh shaka për shembull. Jo, nuk e kam fjalën te shakaja. E kam fjalën tek rëndësia, momenti i rëndësishëm i kthimit të një përgjigje, kur e gjykon ti, po them. Çdo njeri ka sepse je një person që ke një përgjegjësi të madhe publike, do thoja. Absolutisht, e di këtë pjesë dhe mendohem shumë herë përpara se të bëj një reagim. Pra, më kap dhe mund një emocioni, normalisht, po mendohem, domethënë dhe mundohem të jem sa më rigoroz, sa më i shkurtër, pa e zgjatur, edhe pa prekur, si më thon, individët, po prek fenomenin. Përveç se nëse rastin, siç u përmend rastin fjalë që ai domethënë ka bërë një përmendje të xhamisë Rrugës Kavajës, atë normalisht që duhesh një përgjigje. Po ta dëgjosh mesazhin të plot, më thonë unë kam trajtuar, domethënë se nuk është sepse nga pasazhet e tij thoshte sa e ka dëmtuar Islami Rrugën e Kavajës, nuk e ka dëmtuar komunizmi. Sa e ka dëmtuar Islami Rrugën e Kavajës, nuk e ka dëmtuar komunizmin. Ishte pastaj, pra ishte qartë azi mesazhi që i drejtohej xhamisë dhe Islamit, edhe nëse do ishte xhamia Rrugës Kavajës shumë problematike, ti mos thuaj Islamin, valla. Sepse sepse po flet për një ndërtesë për një besim. Edhe domethënë dua të them domethënë që këto pastaj çdo njeri ka parametra, si çdo qendrim që mund të mbajë dikush që ka rolin e liderit. Në rastin tim unë jam lider aty tek xhamia, po thej si xhamis, normalisht që edhe unë do të shoh pastaj kur ja vlen, kur nuk ja vlen, edhe masa se sa duhet të azhornohem në gjën dhe sa duhet të rriqem. Ishte rasti, beson, po ta bëj pyetje drejt rasti një islamofobie? Mendoj se ka shumë ngjyra tek islamofobisë. Po, absolutisht po. Absolutisht po. Sepse është bërë një krahasim mes muslimanit dhe islamikut, që faktikisht gjithë normat e islamikut aty janë normat e muslimanit. Pra, mendojnë që është krahasimi i paqen, që nuk i paqen. Mund të ishte saktë thoshte muslimanit dhe radikalit islamik. Muslimanit dhe ekstremistit, për shembull. As radikal islamik nuk apo po themi mund të përdorte. Po jo thosh mes muslimanit dhe islamikut. Në radhë parë termi islamik nuk ekziston askund në gjuhën fetare. E dyta, ti thua muslimani pin raki. Islamiku nuk pin. Po ku është kjo gjë më? Aman se po ktheheshim gjithë musliman. Po, aman më ku është kjo gjë se do ishim bot gjithë musliman valla. A kupton? Mendoni që shpesh feja është e keq interpretuar?
s'ka dyshim që mund të ketë momente keq interpretimi, po unë mendoj që ky brezi i ri i teologëve dhe i hoxhallarëve është një brez i mirë studiuar, domethënë, që kanë studiuar, kanë lexuar. Nuk është më, si më thon, brez i autodidaktëve. Pra njerëz që e kanë marrë shkollën me të dëgjuar ose çka ka pasur ai hoxha tani po na i thot ky tjetri. Tani bota është me lexim, me gjithë janë të, domethënë, jo, edhe në mënyrën se si njerëzit, pra po flas për njerëz thjesht, jo për ata që detyrimisht bëjnë një. Pra, dikush pretendon që është njëri më i mirë se sa unë që nuk fal 5 vakte sepse ai shkon fal. Normalisht çdo bashkësi ka edhe ato firot e veta. Edhe ne si bashkësi normalisht do të kemi njerëz cilët nuk i kapin gjërat ashtu siç duhet, nuk i mendojnë gjërat ashtu siç duhet. Po faktikisht, domethënë, në Islam thuhet mos paragjyko. Është shkruar aty, mos paragjyko. Okay. Sepse zemrat e njerëzve, mendimet e njerëzve i din vetëm Zoti. Kështu që mund të jetë dikush që s'ta mush synin fare, po mund të jetë shumë mirë se sa dikush tjetër që ty duket wow. Kështu që nuk është kjo punë që ne gjykojmë. S'na ka lënë Zoti neve këtë pjesë. Po, unë atë që sillet mirë trajtoj të mirë, atë që sillet keq e trajtoj si të keq. Ai mund të jetë shumë i mirë, po unë bëj çfarë ai përgjigjem asaj që silles ti, po që të gjykosh pastaj në brendësi të njeriu, pastaj kjo s'na takon neve. Dua të të bëj pyetje. Përgoj që unë po ha bonon për të bëf të mirë. Të bëf të mirë. Unë mua s'po më hahet për momentin, po do të them që do më hahet. Po ha. Dhe po ha atë që donte Martini. Mirë, po marr një kështu. Merr një kokoshkë. Se kur erdha në fillim thashë pas keni bosh, po e mbushët bravo. Me kokoshkat e Cineplex, po e marr edhe një unë. Hoxh. Bëj bismillah. Me bismillah. Dëgjoj. Islami si dukuri sociale, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në gjithë Evropën, është kjo pikpamja që mund të jetë e fryrë, po themi edhe në nga qarqet islamofobe që po na pushtojnë, po vinë këta po na pushtojnë. A ka një rritje, po themi të besimtarëve musliman? Një fenomen që vërehet dekadat ose vitet e fundit në Shqipëri, por edhe në botën e perëndimit. Kam parë një statistikë për këtë që gjitha fetë dhe besimet rriteshin nga 0.5 deri në 0.7% nga vitin në vit. Islami rrite 1.5 deri në 1.8% në vit. Pra, kemi një prirje që njerëzit duan besojnë. Dhe unë këta e kam bindje. Njerëzit natyrshëm do të shkojnë tek besimi. Po diku, do të thonë, ritmet mund të janë më të shpejta, diku tjetër mund të jenë ritmet më pak të shpejta. Po pse? Si e gjykon ti? Të paktën në Shqipëri flasim për mjedisin që e njohim. Se në Evropë mund të ketë arsye edhe shkaqe të tjera që lidhen edhe me trashëgiminë koloniale, me emigrimin, me të tjera. Konvertimet në Islam nuk janë fare, s'kan lidhje me të kaluar, unë po flas për konvertimin në Islam. Okej. Unë mendoj se njerëzit janë të prirur në natyrën e tyre të gjejnë atë që është jashtë varësisë. Çdo gjë në këtë botë nga atomi dhe ecë më lart ose brenda atomit, çdo gjë është e mvarur nga njëra tjetra. Çdo gjë është në varësi, është e mvarur. Patjetër, pra shkak pasojë, ka një varësi. Ka një shkak pasojë. Duhet gjetur ai shkaktari kryesor. Dhe njeriu ka natyrën e tij që e ka të nevojshme ta gjejë Zotin, e ka të nevojshme. Sepse vjen një moment që çdo gjë tradhton, çdo gjë kthehet kundër, çdo gjë është e përkohshme. Është e përkohshme. Dhe njeriu ka nevojë atë që është përtej kohës, jashtë kohës. Dhe kjo unë mendoj, tani unë flas dhe si fetar këtu, patjetër, unë prandaj ta bëj pyetjen. Them që kjo është nevojë njerëzore. Madje një shoku jon, një hoxh që ka marrë doktoraturën tek UET-ja, Hoxh Justiniani, ose një. Po si. Ai ka bërë një studim, doktoraturën e ka marrë pikërisht për këtë gjë, sepse kemi një dilemë tjetër që thuhet, njerëzit bëhen fetar se s'kan ku të shkojnë. Se njerëzit humbin shpresën, thonë, po besojmë. Nuk është kjo për shembull që humbin shpresën? Ja, nuk është kjo. Edhe Hoxh Justi, domethënë doktor, është doktor i shkencave tani, ka bërë pikërisht doktoraturën për këtë gjë dhe ka dalë në përfundim që nuk është kjo arsye pse njerëzit besojnë. Mund të jetë në një moment caktuar, por nuk mund të jetë fenomen, nuk mund të jetë ky rregulli. A kupton?
Edhe ai ka dalë në përfundimin aty mbas një sondazhi ka. Pra, nuk është një moment dobësie, një moment humbje shpresje, ndonjëherë. Një moment rënje depresive, po. Mund të ndonjëherë, në një rast po më vëlla, mund të jetë që dikush ka humbur dikë dhe beson. Dikush ka fituar diçka shumë të madhe dhe kjo e çon besim. Po rregulli i art nuk është ky. Rregulli është që njerëzit o vëlla janë kërkim të vazhdueshëm. Janë kërkim të vazhdueshëm. Unë kam net me njerëz vet. Unë kam net vet me ateist. Që ajo trondit për shembull, pyeti që i bëj jam duke bë mohabet, u trondit. A di s'ka ndodhur një herë me një rast. Një ateist i kishte dek prindi. Edhe mohabet e si, për kështu ishte shumë i prek. I thashun, kemi bërë mohabet shumë, fund fare tash i bëra këtë pyetjen. Tash ai viziton varrin e prindit? Po, tha javë për javë. Ndoli. Kava. Ndoli. Tha, çfarë do të thonë nëse? Tash unë po pse i viziton? Ai ka vdek, ka marr fund. Po. Okej. Pse duhet të shkosh me i vizitu? Çfarë të lidh ty i thash me ata? Më ndushus. Tash e kupton që ka diçka apo jo? Po, tek shkenca beson feja? Se ka qenë diskutimi ka hershëm kjo. Komunizmi na ka lënë këtë vërim, këtë grop. Nuk janë një. Ne besojmë se shkenca dhe feja janë një. Okej. Ti shko për shembull, shko vetëm le të themi sa 10 shekuj pas. Shkollat, universitetet, shkencëtarët më të mëdhenj kanë qenë të Spanjës, të Andaluzisë. Dhe kanë qenë musliman arab. Do të thonë nuk bie ndesh, nuk ka përplasje. Ne kemi një parim që thotë teksti hynor dhe e vërteta shkencore nuk bien ndesh. Nëse bien ndesh, ndodhi një moment duke sikur përplasim njëra tjetrën, ose teksti hynor nuk është interpretuar siç duhet, ose si më thënë shkenca nuk ka arritur akoma në atë që quhet e vërtet shkencore, po është thjesht hipotezë, po i është dhënë hipotezës termi teori. Teori po. Po është akoma hipotezë po themi. Akoma nuk është vërtetuar si teori, sepse është e pamundur. Është ajeti i përkthyer gabim, i kuptuar gabim ose fjala e profetit, ose këtu ka diçka që po për një agent caktuar po ja japin termin teori, po faktikisht është akoma në studim e sipër. Siç besojmë ne për shembull fetarët e të gjitha vejave, siç besojmë ne për shembull për teorinë e evolucionit. Ne besojmë se nuk është teori, ne besojmë se është hipotezë. Okej. Mirë, po i është dashur në një moment caktuar, le të themi, zhvillimit njerëzor dhe dëshira e tyre për të shkëputur nga ndikimi që kishte negativ, që kishte feja në zhvillimin e jetës njerëzore, që thonë ikim apo as njeriu se ka kriju Zoti, por kemi marrë nga majmuni etj, dhe është zhvilluar në këtë lloj forme. Pra gjithmonë. Por ajo sipas teje ngelet hipotezë ende. Sipas me ngelet hipotezë dhe ka, domethënë, dhe qarqe shkencore, akademi botërore, të cilat janë tërhequr. Sepse shkon situata deri në një fazë pastaj kputen gjërat. Në shkencë nuk mund t'i lësh gjërat të shkëputen, gjërat duhet të jenë sinkron. Teoria, me që folën për këtë, domethënë, shkon në një fazë dhe kputen gjërat. Nuk shkojnë sinkron, nuk shkojnë të lidhura me njëra tjetrën. Kështu që nuk mund bësh ti me hatër gjën apo për hir se ka gabuar dikush, bëjmë ne një lëvizje tjetër. Kështu që mos dalin nga përgjigja, unë besoj dhe mendoj që nuk ka përplasje, përkundrazi po pati përplasje, o ka problemin hoxha, o ka problemin shkencëtari, o ka problemin prifti, o ka problemin shkencëtari, se për ndryshe duhet të jenë bashkë. Okay. Absolutisht po. Tani, mund të flasim pak për fillimet e reja. Edhe diçka më shumë, ta Zotin Kur'an, fjala e parë që i zbriti profetit Muhammed ishte, Iqra, lexo. Për leximi çon në zhvillim, çon në shkencë, se janë një. Po. Okej, po. Jemi te fillimet e reja, edhe ne dim që zakonisht fillimet e reja shoqërohen me një ndjesi, nuk di si ta përshkruaj. Çfarë ke për qëllim me fillimet e reja? Vitet e reja. Viti i ri po thua. Po, pse njerëzit ndihen kaq emocional në fillim të vitit? Kur kanë kaluar vetëm pak ditë në fakt. Apo mos ke përgjithë zhgënjur. Të zhgënjur, të lodhur, të demoralizuar, sikur janë pa shpresë. Pa ne pra themi ne duhet besimi. Se kur ke besimin nuk i shef këtë gjëra fare, i shef gjërat vetëm me optimizëm. Sepse edhe nëse ka diçka që nuk shkon, ti e përkthen sprov, edhe ecën.
Në momenti që nuk e përkthen si sprov, do ta zgjidhësh vetë, edhe mbetesh ty, ndërkohë që koha ecën, punët ecin. Po duket sikur kjo sprova i zgjat çdo janar dhe çdo janar zgjat 42 ditë. Sepse njerëzit Zgjat deri në Mars. problemi është se Ua, që nga Mars kart pranvera. problemi është se njerëzit janë të prirur, kështu shpirtërisht, që mendojnë që sa të kalojnë vitet, futin vitin e ri gjërat, Po e di do unë. të jenë ndryshuara, ndërkohë që vazhdon në njëjta gjë, siç ishte 31 është 1 me fjalë, madje ka ca furra bukur që s'janë hapur, do të çetisësh gjithë janë me ble bukë me fjalë. Kështu që jeta është, do të thonë këto, le të themi, këto momentet nuk është se ndryshojnë rrjedhën e jetës dhe fuqinë dhe energjinë e saj. Dhe duhet ta mendojmë kështu se ky është problemi. Fakti që ne mendojmë kështu, kaluan. E përjetojmë më shumë se sa ç'duhet. Kupton, ndërkohë që nesër prap do të vish të bësh emisionin. Do vish patjetër. A ka diçka që mendojnë që Zoti ta ka dhënë dhe nuk e ke vlerësuar aq sa duhet, një dhuratë, një bekim, që se ke vlerësuar aq sa duhet mbase edhe për shkak të rrethanave dhe që me nisjen e këtij viti të ri do ta vlerësosh më shumë. Një dhunti, nuk e di, Ja, dashurinë e bashkëshortes sa të fëmijëve, nuk e di më, diçka që nuk njeriu ndihet, unë për veten time ndjem me të drejtën, kjo pjesë ndjem pak mendoj që nuk jam aty ku duhet për shkak të angazhimit të madh që kam. E di. Është e vërtet, por dhe është e kuptueshme, është. Po shqyr Zotit, domethënë moza ma ka mirë kuptuar këtë pjesë, edhe domethënë shkoj. Unë prapë insistoj ta bëj ato telefonatë. Do ta jap mas emision. Se ne vajzat e kemi më të thjeshtë të shprehemi me njëra tjetrën. Po megjithatë, keni ju një frikë të madhe apo asgjë nuk ju frikson? Me kuptimin tani frikë s'kan, për çfarë me pas frikë, domethënë, po me kuptimin kemi një lloj, si ta them, një lloj meraku. Do të thonë avall po e bëjmë gjën ashtu siç duhet ta bëjmë, po ja japim hakun gjërave apo nuk po ja japim. Kjo është ajo që tha dhe pak Egoni më herët, që njeriu ka të merakun. Edhe faktikisht kjo është gjë e mirë. Kur të duket se s'po i bën gjëra të mirë, kjo është gjë e mirë. Kur duket që ti je llanish, që ti i bën shumë mirë gjërat, për mendimin tim kjo është shenjë smundje. Vetëkënaqësia. Kurse kur njëri është shef ashtu siç është gjëja, se nuk e japim dot hakun gjëra ashtu siç duhet, kjo mendoj unë që është pozitive deri diku se të bën që ti në qartë të kërkosh përmirësim të vazhdueshëm. Në qartë. Edhe unë mundohem të përmirësohem vazhdimisht, domethënë. E fundit? Se duhet ta pyesja. Kemi edhe ca lojra për të bërë, kështu që mund të vazhdosh. Okej. Po vazhdo se do ta lë në fund pastaj. E ke për në fund, okej. Shpejt. Do themi ca pyetje, do bëjmë ca pyetje. Kam pasur momente rebelimi në rinin time, e vërtet apo jo? Për mua po flas, për Ahmedin. Për Ahmedin. Okej. Kam pasur normalisht. Kam menduar qoftë edhe për një çast të mos jem më hoxh, e vërtet apo jo? Jo. Okej. Baj një pendes që më shoqëron ende, e vërtet apo jo? Jo. Kam frikë mos zhgënjej njerëzit që më besojnë, e vërtet apo jo? Po, deri diku, po. Kam dashur dikë që nuk ka qenë pjesë e jetës sime, e vërtet apo jo? Jo. Nga fillimi deri në fund mimoza, s'ka hiç. Do flasim me mimozën ajo. Konkurenca. Po jo më, përderisa e thot, kam ndjerë se Zoti ka heshtur atëherë kur kisha më shumë nevojë, e vërtet apo jo? Asnjëherë. Fama ka qenë sfida më e vështirë shpirtërore e jetës time, e vërtet apo jo? Jo. Okej, e përfundova. E fundit, Hoxh, për ta mbyllur. Sa do doja të zgjaste. Nëse Zoti do të të jepte, ne nuk e dim kur e kemi orën, asnjë prej nesh. Absolutisht, po është e vërtet. Por nëse në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër do të ta thoshte, do ta merrje vesh që do të kishe edhe një ditë mbi tokë. Cili do të ishte mesazhi i fundit për xhamatin, për njerëzit? Mesazhi. Në radhë parë do të jepsha një mesazh vetes time, që pendohu, më që je anë nga fundi. Pendimi është shumë i rëndësishëm. Ndërsa mesazhi që do të lije ishte ti më sa më afër Zotit. Se po që je afër Zotit, i ke gjithë anterezi gjërat. Ti bjer Zotin mbar
me njerëzit je mirë me gjithçka. Ky është mesazhi im. Sa më afër Zotit se do ta bëj Zoti jetën mbar. Bukur. Ju falenderoj shumë që gjetët kohë për Kinotekën. Ne kemi edhe një dhuratë. Me si keni raportet? Po, të mira i kam. Po shumë mirë, ja. Ne kemi një dhuratë nga Cineplex, bilet dyshe, pa datë, mund të shkosh kur të duash, kur ta mendosh ti që është filmi që do ta shikosh ti, tani në më vonë janar, në shkurt mars. Bilet dyshe, mund të shkosh me mozën. Po. Inshallah. Faleminderit. Dhe të shihoni filmin së bashku. Në Kinema Cineplex në Tek ose në QTU. Nuk dola keq, mirë dola. Jo, nuk dola keq sigurisht. Faleminderit edhe një herë. Hoxha Ahmed Kalaja ishte kënaqësi e veçantë që ne të patëm, të falenderojmë. Faleminderit miq të Kinotekës që na ndoqët deri tani. Do të shihemi të mërkurën e ardhshme në orën 5. Iku ora 17:00 në 5 pas dite. Na gjeni në YouTube, në Spotify, në radio, kudo ku jeni ju, jemi edhe ne. Edhe në rrugët e Tiranës, siç unë e them shpesh herë, mund na gjeni këtu te zona Xhamullikut, Pazari i Ri. Jemi elektrone të lira në lëvizje. Ju përshëndesim. Ju përshëndesim, shihemi. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon.